Cili është gjykimi në Islam për matemin? Matemi është një rit, një risi dhe bidat në fe, pa diskutim, i cili praktikohet nga disa sekte të devijuara, prej tyre Bektashinjt, Shiat dhe disa grupacione të sufive. Ky rit fetar praktikohet për vdekjen apo është një lloj ibadeti që bëhet për vdekjen e Husajnit radhiyallahu anhu, nipit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Por e çuditshme është se në jetën e Profetit sallallahu alaihi wasallam kanë vdekur mjaft prej shokëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam, që kanë qenë më të zgjedhur, më të lartë tek Allahu xhalla xhelalu dhe më të afërt të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti është pikëlluar shumë prej tyre dhe ndonse një pjesë e mirë e tyre kanë qenë prej Ahlul Bejtit, por sërish Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka mbajtur një rit të caktuar për vdekjen e tyre si përkujtimore për vdekjen e tyre. Do të mjaftonte ky si argument për të vërtetuar që ky rit është një bidat dhe risi në fe. Por të ndalim në një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme. Fakti që disa grupacione të devijuara pretendojnë që ky rit është prej Islamit dhe madje kanë zëvendësuar agjërimin e Islamit me agjërimin, sikur e quajnë ata, në këto ditë të muajit Muharram. Muaji Muharram, o vëllezër, është një muaj si gjithë muajt e tjerë. Nuk veçon prej muajve të tjerë, vetëm se me atë që e ka veçuar Allahu xhalla xhelalu, që e ka bërë prej muajve të shenjtë. Në të është dita 10 Muharram. Dita 10 Muharram, e veçanta e saj është fakti që në të ka shpëtuar Allahu Musa alayhi salam. Ndonse një video tjetër do të flasim për këtë ditë më me detaje, por ta veçosh këtë ditë për vdekjen e Husajnit, pa diskutim që është një risi në fe. Ta zëvendësosh agjërimin e muajit Ramazanit me agjërimin e mbajtjen e agjërimit në matem, ky pa diskutim që është një vepër që rrezikon që për shkak të saj të dalë njeriu prej fesë Islam, Allahu na ruaj. Fatkeqësisht, kjo praktik gjendet tek Bektashinjt, tek masa e Bektashinjve, gjendet edhe tek disa grupe të devijuara, sekte të devijuara prej Islamit. Duhet të theksojmë se jo të gjithë ata që e mbajnë apo e praktikojnë gjë të tillë dalin prej fesë Islam apo konsiderohen jo musliman, por padyshim ata që janë të ditur prej krerëve të këtyre sekteve, ata konsiderohen jo musliman. Dhe kjo praktik është ndesh total me fenë islame. Selam.